Në meshën e shenjtë të pritjes së ngjalljes së Krishtit, me qindra besimtar ortodoks dhe katolik të qytetit të Vlorës kanë pritur ngjalljen e Jezu Krishtit, duke pritur që ora të shënonte 00 që në ditën e Pashkës Krishti të rikthehej në jetë për të sjellë gjithë të mirat tek njerëzimi pas sakrificave të shumta. Në kishën ortodokse të Vlorës, Shën Theodori, me qindra besimtar kanë pritur ngjalljen e Krishtit për të ndjekur meshën e shenjtë të ngjalljes së Krishtit dhe për të marrë dritë nga drita e tij, për të ndriçuar më pas jetën dhe rrugëtimin e tyre. Mesha e shenjtë e ngjalljes së Krishtit me rastin e Pashkëve është drejtuar nga prifti i kishës Shën Theodori, Atë Konstantin Prifti, i cili përpara besimtarve ka shpërndar mesazhin e urimit për sa më shumë paqe, begati dhe harmoni. Qindra besimtar ortodoks nga Imara dhe jo vetëm kanë kremtuar festën e Pashkëve në kishën Shën Harallambi, në Dhërmi, por edhe në kishat e tjera të Imarës. Besimtarët kanë ndezur shiri duke shpërndar dritën e cila simbolizon dritën e Jezuit dhe fitoren e jetës mbi vdekjen, teksa kanë uruar edhe pashë të bardha dhe të qeta për të gjithë. Shumë interesante ishte edhe spektakli i fishekzjareve, ku në 3 kishat e zonës pritën lajmin e mirë të ringjalljes së Krishtit. Të shumë në numër kanë qenë edhe emigrantët nga Greqia, por nuk kanë munguar as turistë huaj. Edhe ardhjet e emigrantëve drejt Imarës me rastin e festës së Pashkëve kanë qenë të shumta, me emigrantë kryesisht, por edhe turistë huaj, të cilët kanë ardhur enkas për këtë ditë për ta festuar ritualin fetar në vendlindjen e tyre.